specialist e merr, e trajton dhe e strategjon fëmijën. Gjithmonë në konsultim paraprak edhe me gjyqtarin se sa po ka progres raporti, por ndryshe nga këto është një mas tjetër pak më e rëndë nga këto, është masa edukative ku fëmija duhet të shkojë në një end edukativu, pra është një qerë dhe ta thejnë ashtu, dhe kjo bën të miturin, pra basit nga pesha, natyra, të ndohet nga mjedisi, sepse këto dy cilat i ceka, para praki këto kërkojnë që të jenë në fokus me prindin e tyre biologjik, do të jenë edhe në ambientin familjar dhe shoqëror ku kanë jetuar. Dësa kjo masa e fundit, kjo nuk kërkon që fëmija të jetë në mjedisi, dhe duhet të ndohet nga i mjedis, dhe të shkojnë në një qendër edukativ si që është qerdja, po është edhe një mas tjetër me rënd, masa e bugut. Pra masa e bugut është në endin projektus ku fëmija izolohet, por dhe është 600 persona delikuent që i kanë dënime të bugut. Po, zot Regjeni, vesh diçka sepse nuk dashta me të ndërhyrë